Kundër kandidatin e ke të fortë natyrisht dhe nuk është e lehtë të që të garosh me të. Cila është pika që mendon se ke punu gjatë, po besoj edhe me pjesën tjetër të stafit, me këshilluesit e tjerë që i ke pas, që në këtë pikë duhet prek për ta mundur natyrisht? Unë po besoj që kundër kandidati nuk është edhe shumë i fortë, po problemi ndoshta është imi që Partia Socialdemokrate ka qytetin si bastion politik të tyre. Prandaj, domethënë e mobilizon votën e tyre, elektoratin e tyre më lehtë se parti tjera. Megjithatë, jemi ngozhur, domethënë bëhet fjalë për 50% diku. Domethënë do të rezultati do të jetë shumë ngushtë, ndoshta edhe do shkojmë në një garë të dytë, si puna e ballotazhit siç njihet atje. Besoj që me angazhimin tim deri tash kam treguar që e kam me shumë serioz qytetin tim, zhvillimin e qytetit tim, pra zgjidhjen e problemit financiar të qytetit, që kemi krijuar borxhe pa nevojë në njërin anë, edhe fakti që edhe pse teoria aktuale pra kundër kandidatit tim është me vite në qeveri këtu, në pushtet, me premtimin që të ta zgjidhet problematikën sociale të familjeve, të banimit, problemin e banimit që të jetë i pagushëm për qytetarët, sot rezultati është që problemi është rrit madje. Edhe besoj njerëzit po shohin edhe një nevojë të ndryshimit që ta zgjidhin këtë problem ndoshta me program tjetër.